Përshëndetje miq. Pas komenteve të shumta pozitive që kemi marrë në videot tona, për vitaminën B12, vitaminën D dhe rolin e magnezit dhe hekurit në trup, sot do të flasim për një tjetër vitamin speciale, siç është vitamina C. Dhe nëse i keni humbur videot e mëparshme, na lini një koment dhe ne do t'ja u dërgojmë. Mjafton vetëm 1 minutë kohë për të bindur, që kjo video nuk është thjesht për limona e portokaj, po për ju. Na ndiqni deri në fund sepse këto video mund t'ju ndryshojë mënyrën si kujdeseni për trupin tuaj. Shenjat që tregojnë mungesën e vitaminës C. 1. Lodhje e vazhdueshme. Një nga shenjat e para dhe më të zakonshme është ndjenja e lodhjes së vazhdueshme, madje edhe pas gjumit të mjaftueshëm. Vitamina C ndihmon në prodhimin e neurotransmetuesve që japin energji dhe rregullojnë metabolizmin. Pa të, trupi mund të ndjejë mungesë energjie dhe lodhje të shpejtë, madje edhe gjatë aktiviteteve të përditshme, si ecja ose ngjitja e shkallëve. Kjo ndjenjë e lodhjes mund të jetë një paralajmërim që trupi juaj ka nevojë për më shumë vitamina dhe minerale. 2. Humbja e oreksit dhe humbja e peshës. Një simptom tjetër që mund të kalojë pa u vënë re është humbja e oreksit ose reduktimi i peshës trupore. Mungesa e vitaminës C ndikon në metabolizmin dhe mund të shkaktojë ndjenja të pakëndshme në stomak, humbje të shijes ose mungesë dëshire për të ngrënë ushqim të shëndetshëm. Tregi ngivat që gjakosen. Gjakosja e mishrave të dhëmbëve, veçanërisht gjatë pastrimit ose kur hani diçka të butë, është një tregues klasik i mungesës së vitaminës C. Kjo ndodh sepse vitamina C është thelbësore për prodhimin e kolagjenit, që mban indet e mishrave të forta dhe të shëndetshme. Mungesa e saj mund të shkaktojë inflamacion dhe ndjeshmëri të shtuar të mishrave, duke i bërë ata më të prirur për gjakosje edhe gjatë aktivitetit më të zakonshëm. 4. Lëkura e thatë dhe rudhosje e shpejtë. Vitamina C ndihmon trupin të prodhojë kolagjenin, i cili jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Mungesa e saj mund të shkaktojë lëkurë të thatë, e cila rudhoset më shpejt dhe duket e lodhur. Në disa raste mund të shfaqen edhe njolla të thata ose të zbehta. Përveç kësaj, lëkura mund të jetë më e ndjeshme ndaj dëmtimeve dhe irritimeve, sepse kolagjeni ndihmon edhe në riparimin e indeve të saj. 5. Shërimi ngadalt i plagëve. Nëse prerjet, gërvishtjet ose plagët tuaja shërohen shumë ngadalë, kjo mund të jetë shenjë se trupi juaj nuk ka mjaftueshëm vitaminë C. Kjo vitamin ndihmon në rigjenerimin e qelizave dhe indit lidhës, që është thelbësor për shërimin e plagëve. Pa vitaminë C, edhe një prerje e vogël mund të zgjasë ditë më shumë për të shëruar, dhe rreziku i infeksioneve mund të rritet. 6. Infeksion dhe imuniteti i dobët. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon trupin të luftojë infeksionet. Mungesa e saj mund të bëjë që të sëmureni më shpesh, të keni grip ose viroza të shpeshta, dhe imuniteti të jetë më i dobët se normalisht. Trupi mund të ndihet i dobët me temperaturë të lehtë ose dhimbje të shpeshta të kokës dhe muskujve, gjë që e bën të vështirë përballimin e aktiviteteve të përditshme. 7. Dhimbje muskujsh dhe kyçesh. Kur mungon vitamina C, kolagjeni i dobësohet, gjë që mund të shkaktojë dhimbje të muskujve dhe kyçeve. Shumë njerëz e lidhin këtë me lodhjen fizike, por shpesh është mungesa e vitaminës C që e përkeqëson. Dhimbjet mund të jenë më të theksuara pas aktivitetit fizik ose gjatë përpjekjeve të zakonshme, si ngritja e peshave të lehta ose gjatë ecjeve të gjata. 8. Flok dhe thonjë të dobët. Mungesa e vitaminës C ndikon edhe në flokët dhe thonjit. Flokët mund të bëhen të thatë, të brishtë dhe të bien më lehtë, ndërsa thonjt bëhen më të dobët dhe priren të thyejnë ose të krijojnë shtresa. Ky efekt nuk ndodh menjëherë, por me kalimin e kohës mund të bëhet i dukshëm. 9. Ndjenja e mpirjes ose dobësisë. Disa persona përjetojnë mpirje në duar dhe këmbë ose ndjenja të dobësisë së përgjithshme. Kjo ndodh sepse vitamina C ndihmon qarkullimin dhe shëndetin e enëve të gjakut, dhe mungesa e saj mund të ndikojë në furnizimin me oksigjen dhe nutrient të qelizave. 10. Shenja më të rralla dhe serioze. Kolla e vazhdueshme ose frymëmarrja e vështirësuar për shkak të inflamacionit të indeve. Dhimbje të dhëmbëve që nuk lidhen me prishjen e dhëmbëve. Ndjeshmëri e lartë ndaj sëmundjeve dhe ndonjëherë mavijosje e lehtë e lëkurës. Këto shenja janë më të rralla, por tregojnë se mungesa e vitaminës C ka kaluar në nivele më serioze dhe duhet të veprohet menjëherë. Pasi kemi parë shenjat e mungesës të vitaminës C, do të flasim për ushqimet më të pasura me vitaminë C. Portokalli, mandarina dhe kivi. Frutat e agrumeve janë ndërburimet më të njohura të vitaminës C. Një kivi i vetëm mund të ofrojë më shumë se 100% të dozës ditore të rekomanduar. Këto fruta janë të mbushura edhe me fibra dhe antioksidantë të tjerë, që ndihmojnë tretjen dhe shëndetin e përgjithshëm. Mund t'i hani si snack, t'i shtoni në sallata, smoothie ose në një mëngjes të shëndetshëm me kos.
Për më tepër, konsumi i rregullt i agrumeve mund të ndihmojë edhe në reduktimin e lodhjes dhe forcimin e imunitetit. Specat e kuqe, jeshil dhe të verdhë. Specat janë një nga burimet më të fuqishme të vitaminës C, dhe speci i kuq përmban më shumë vitaminë se sa portokalli. Mund të përdoren në sallata, supa apo si shoqëruese kur bëni gjëra të skuqura. Përveç vitaminës C, ato ofrojnë edhe vitaminë A dhe B6 që mbështesin shëndetin e syve dhe metabolizmin. Specat gjithashtu janë të shkëlqyeshëm për të shtuar ngjyrë dhe shije në çdo pjatë, duke e bërë dietën më tërheqëse dhe të shëndetshme. Brokoli dhe lakra jeshile. Këto perime jo vetëm që ofrojnë vitaminë C, por edhe fibra, minerale dhe antioksidant që ndihmojnë tretjen, shëndetin e zemrës dhe sistemin imunitar. Mund t'i gatuani me avull, t'i skuqni lehtë apo t'i shtoni në sallata për të ruajtur maksimalisht vlerat ushqyese. Brokoli dhe lakra janë gjithashtu të shkëlqyera për të luftuar inflamacionin dhe për të mbështetur shëndetin e kockave, duke ju dhënë një burim të plot nutrientësh. Frutat e kuqe dhe ato të pyllit si luleshtrydhe, boronica, rushi kuq. Ato janë jo vetëm të shijshme, por edhe shumë të fuqishme për shëndetin. Frutat e pyllit ofrojnë vitaminë C dhe antioksidant të tjerë, që luftojnë inflamacionin dhe ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave. Ju mund t'i konsumoni snake, t'i shtoni në smoothie ose t'i përfshini në sallata frutash për mëngjes. Për më tepër, ato mund të ndihmojnë edhe në mbajtjen e lëkurës të shëndetshme dhe të ndritshme për një kohë të gjatë. Limoni dhe frutat të tjera ose agrumet. Limonët, grejpfrutat dhe mandarinat mund të shtohen në ujë, sallata ose gatime të ndryshme për të rritur marrjen e vitaminës C. Ata ndihmojnë gjithashtu në përthithjen e hekurit nga ushqimet bimore, duke mbështetur energjinë dhe shëndetin e përgjithshëm. Konsumi i limonit çdo ditë mund të përmirësojë gjithashtu tretjen dhe të ndihmojë në largimin e toksinave nga trupi. Patatet e ëmbla dhe domatet. Patatet e ëmbla dhe domatet përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës C dhe mund të përdoren në shumë receta të shijshme. Patatet e ëmbla mund të gatuhen me avull ose t'i përdorni në supa, ndërsa domatet janë ideale për sallata, sanduiqe ose gatime të ndryshme. Përveç kësaj, ato ofrojnë karotenoide dhe minerale të rëndësishme që mbështesin shëndetin e zemrës dhe syt. Por a e dini sa vitaminë C na duhet dhe si mund ta marrim atë? Atëherë për të siguruar shëndetin optimal, është e rëndësishme të dini sa vitaminë C i nevojitet trupit çdo ditë. Për një person të rritur, doza ditore e rekomanduar është zakonisht 75 mg për gratë dhe 90 mg për burrat. Fëmijët në përgjithësi kanë nevojë për rreth 25 deri në 45 mg në ditë, në varësi të madhësisë dhe aktivitetit të tyre. Gratë shtatzëna kanë nevojë për rreth 85 mg. Këto shifra mund të rriten pak për duhanpirësit ose ata që kryejnë aktivitet fizik intensiv. Ushqimet janë mënyra më e mirë për të marrë vitaminën C, sepse trupit i duhen edhe fibra dhe antioksidant të tjerë që gjenden natyralisht tek frutat dhe perime. Konsumi frutave agrume, specave, brokolit, luleshtrydheve dhe patateve të ëmbla çdo ditë mund të sigurojnë më shumë se doza e nevojshme ditore. Për ata që nuk mund të marrin mjaftueshëm vitaminë C nga ushqimi, suplementet janë një mundësi e mirë. Ato zakonisht vijnë në formë tabletash, kapsulash ose pluhur dhe duhen përdorur sipas rekomandimit të mjekut ose etiketës së produktit. Megjithatë, është e rëndësishme të mos e teprojmë, sepse doza shumë e lartë mund të shkaktojë diare ose shqetësime të stomakut. Duke marrë vitaminën C çdo ditë nga ushqime të ndryshme dhe të shijshme, trupi juaj mund të funksionojë më mirë, të forcojë imunitetin dhe të ruajë energjinë gjatë gjithë ditës. Efektet negative për teprimet e vitaminës C. Vitamina C është e tretshme në ujë, kështu që shumica e tepricës largohet natyrisht përmes urinës. Megjithatë, marrja e dozave shumë të larta mbi 2000 mg në ditë nga suplementet mund të shkaktojë shqetësime të lehta si diare, të përziera, gazra ose dhimbje të barkut. Në raste shumë të ralla, teprica mund të ndikojë në nivelet e hekurit të personat që kanë probleme me mungesën e hekurit. Por për shumicën e njerëzve, efektet serioze negative janë jashtëzakonisht të ralla, dhe marrja e vitaminës nga ushqimet natyrale nuk shkakton problem. Pra, konsumoni në mënyrë të arsyeshme dhe trupi juaj do të përfitojë energji, imunitet dhe shëndet optimal. Gabimet më të zakonshme kur marrim vitaminën C. Shumë njerëz mendojnë se marrja e vitaminës C është thjesht të hani portokalla ose të merrni suplement, por ka disa gabime të zakonshme që mund të pengojnë përfitimet e saj. Një nga gabimet më të zakonshme është mospërfshirja e burimeve të ndryshme ushqimore. Portokalli është fantastik, por kombinimi me speca, brokoli, kivi, luleshtrydhe dhe domate siguron një dozë më të lartë dhe më të qëndrueshme të vitaminës C, si dhe benefitet të tjera shëndetësore që nuk vijnë vetëm nga një ushqim. Një tjetër gabim është mungesa e konsistencës. Disa njerëz e marrin vitaminën C vetëm rastësisht, kur kujtohen në vend që ta përfshin çdo ditë në dietë.
Trupi përfiton më shumë kur marrja është e rregull dhe e shpërndar gjatë ditës. Shumë njerëz gjithashtu mendojnë se vitamina C mund të zëvendësojë një dietë të shëndetshme, duke harruar se përfitimet e saj janë më të mëdha kur kombinohet me fibra, antioksidant dhe vitamina të tjera që gjenden tek frutat dhe perimet e freskëta. Gabimet më të zakonshme janë lehtësisht të korrigjueshme. Duke përfshirë burime të ndryshme, duke e bërë marrjen rutinë dhe duke e kombinuar me ushqime të shëndetshme, trupi juaj do të marrë maksimumin nga vitaminat C çdo ditë. Këshilla për ruajtjen e vitaminës C. Vitamina C është shumë e ndjeshme ndaj nxehtësisë, dritës dhe oksigjenit. Gatuarja e gjatë ose ekspozimi i gjatë ndaj ajrit mund të shkatërrojë një pjesë të vitaminës, ndaj është më mirë ta konsumoni nga fruta dhe perimet të freskëta. Një mënyrë praktike është gatuarja me avull për pak minuta ose shtimi i limonit në sallata menjëherë para servirjes, për të ruajtur përfitimet. Edhe ruajtja në frigorifer dhe shmangia e prerjes ose grirjes mund të ndihmojë që ushqimi të mbajë vlerat e tij. Këto truke të vogla e bëjnë marrjen e vitaminës C më efikase dhe të shijshme. E rëndësishme është të përmendim dhe benefitet e vitaminës C për lëkurën, sidomos për femrat që dëshirojnë ta mirëmbajnë veten dhe pse vitet kalojnë. Vitamina C nuk është vetëm për imunitetin. Ajo ndihmon prodhimin e kolagjenit që e mban lëkurën të fortë, elastike dhe të ndritshme. Konsumimi i rregullt mund të ndihmojë në reduktimin e rrudhave dhe përmirësimin e pamjes së lëkurës, duke i dhënë një shkëlqim natyral. Përveç kësaj, vitamina C kontribon në prodhimin e energjisë në qeliza, duke ju bërë të ndiheni më energjik gjatë ditës. Një dietë e pasur me vitamina C nga fruta dhe perime të freskëta mund të përmirësojë gjendjen fizike dhe mendore, duke ju mbajtur aktiv dhe të përqendruar në përditshmëri. Ja pra miq, vitamina C është qelësi për energji, imunitet dhe lëkurë të shëndetshme. Tani dua të di nga ju, cilin ushqim me vitaminë C do të provoni sot? Shkruani përgjigjen në komentet më poshtë dhe filloni të ndryshoni rutinën tuaj sot. Faleminderit që na ndoqët.